Kuba përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare të SBA-s dhe gjasat për një marrëveshje paqësore nuk janë të larta, tha sekretari amerikan I shtetit Marco Rubio. Komentet e tij vijnë vetëm një ditë pasi SBA-t akuzuan ish-presidentin e Kubës Raul Castro për vrasje për rrëzimin e 2 avionëve në vitin 1996 që rezultoi në vrasjen e shtetësve amerikan. Rubio tha se preferenca e Washingtonit ishte një zgjidhje diplomatike, por paralajmëroi se presidenti Donald Trump kishte të drejtën dhe detyrimin për të mbrojtur vendin e tij nga çdo kërcënim. Ai gjithashtu akuzoi Kubën se është një nga sponsorët kryesor të terrorizmit në të gjithë rajonin, akuzë që ministri I jashtëm I Kubës, Bruno Rodriguez, e mohoi me forcë në një postim në rrjetin social X. Ministri I jashtëm kubanez kritikoi Rubion për përpjekjen për të nxitur një agresion ushtarak dhe akuzoi qeverinë amerikane se po sulmon pa mëshirë dhe sistematikisht vendin e tij. Kuba po vuan nga një krizë karburanti e përkeqësuar nga një bllokadë efektive e naftës amerikane, ndërsa është nën presion nga administrata Trump për të bërë një marrëveshje.